Shkoj e burera runte pasurinë e muslimanëve. Paret ishin ushqimet, gjërat aty, dhe i natë ndjen që dikush hyri me dëmtu pasurinë e muslimanëve dhe shkon e kap. Bismillah, i tha ai që u kap. Tha, nuk kam hy, tha, me vjedh se kam ves. Dhe për çfarë erdhe ti këtu? Jo, tha, kam fëmijë, tha, pa ushqim. Bashortja tha, jetë më ka ndru, më qajshin ato, u detyrova, tha, me ardh me vjedh. E burera, imagjino shok të profetit, tha, ik për sonte, po kur mos e përsërit ma. Tha, ik sonte, se ti s'pas ke vjedh se e ke ves, pas ke vjedh nga halli madh, e justifikoj, dhe i tha, ik, nesme në tako profetin a.s. I dhot Muhamedi a.s. Tha, pa i dit, pa e të regu e burera, tha, qëfar të tha i që e ka për mbrëm, duke bërë atë veprim të keq. Profeti i dhot e bureres, u çudit, tha, po i dërgumi Zotit, po gjinaf ishte. Sepse me familje, me fëmijë që i qanin, për hall kishte ardhë. Tha, pa kështu të tha, po, prap ka për të ardhë, tha. Prap do vi. Nesër men prap e burera, prap e hetoj, prap e kafi. Tha, më këtë radhë, edhe ai gati po qatë. Tha, fëmit, prap ndodhje njëjta gjë. Kur mo nuk e përsëris. Dhe po të njëjtat fjalë, u prek e burera. Kjo të regon një koncept madhështor islam, që në ligji islam nuk dënon atë i cili nga halli bën diçka, dënon atë që i është bë vesh që do me shkatru shoqërinë. Dhe e fali prap. Profeti a.s. prap nesër më tha, si shkoj ma ti që takove mbrëm prap. E burera u çudiste, tha, hallegji u madh i dërgumi Zotit. Tha, nuk është aq hallegji, por tha, prap do vi. Profeti a.s. natën e tretë prap aty. Dhe prap e burera e kap. Tani i thot, pashat madhin, Zot, ti s'ke ku ikma. Deri për sabah këtu do të mbaj, edhe pastaj do të qoj dhe do të ngrej çështjen tonë tek profeti a.s. Tha, s'ka mos sot asmija zjo se të vala 2 herë. Tha, i u zu ngusht, shko tek profeti a.s. ishte bela e madhe pastaj. Tha, dëgjoj, si t'ja bëjmë? Të gjemi formë që unë të shpëtoj, tha, më qofë se të themi diçka të vyshme të madhe, që unë e di mirë, i tha, se ajo funksionon. Tha, më liron ti mu, tha, ta dëgjoj mi herë. Tha, po të them pra që kur shkon shtrati tënë për të vjetur, dhe thua ajetin e madh Kursi. Ajetin Kursi, ajetin më të madh Kuranit famlar surës Bekara 255. Tha, mo deri mëngjes më ke për të bërë gjumin të rahatshëm, sepse e ke një mbrojtës nga i madhi Allah. Kështu i dhaj, e ke i mbrojtës, tha, nga i atje lartë. Boni llogaritë e burera, tha, më tregoi gjë të madhe, e fali dhe për herën e tretë. Kur e takon profeti a.s. i buzëqeshi, thash, ndodhi mbrëm, prap profeti a.s. Tha, i dërgumi Zotit, mbrëm, se nga i herë ndodhin mirësi në botë nga ngushtica që e zën të keqin. Urtësitë e Zotit janë pafund. Edhe i tha, mësoj, tha, një ajet, ma tha për ajetin Kursi, dhe më tha që më qofë se shkon në shtratin tënd për të vjetur, dhe e thua ajetin Kursi, deri mëngjes Zoti ta sjell një që të mbron. Tha, sadaqake, wa huwa kadhub. Tha, fjalë kulminacion vërtetësie të ka thonë, gënjeshtari i madh është ai, shejtani mallkum ka qenë.